Po shohim që dita e Bajramit, fetër Bajramit janë, do të pasi që të përfundojnë 10 ditë të fundit më të vlefshme të 10 ditë më të vlefshme të vitit. Po ashtu dita e Kurban Bajramit janë pasi që të përfundojnë 10 ditë më të vlefshme të vitit. Prandaj këto është shumë të përgjithshme mes 2 dhjetëshave. Përfundimi i çdo dhjetëshit është Bajram, fest. Edhe me përgëzu njëri tjetrin, po besimtarët më thonë te kabel Allahu mina minkum. Te kabel Allahu mina minkum. Pse e themi këta? Nëse dikush i cili ka qenë neglizhent, i shkujdesur, edhe i ka humb vlera këtyre 10 ditëve. Bëhet dikush edhe më keq, do të kalojnë këto 10 ditë me katë edhe në gjinohe. Që ndodh për disa njerëzve. Ose edhe muaji Ramazan i kalon në katë edhe në gjinohe. Po edhe këto 10 ditë Dhulhijhes i shonë në mëkat edhe në gjinohe ndaj Allahut subhanallahu. Pastaj vjen dita e Bajramit edhe i thot tjetër te kabel Allahu mina minkum. Allah na pranov për ne e Ky njeri do thot më mirë për ta do të ishte mi ka fshu dhëmt, do thot me dhëmt e tij mi ka fshu gishtat pi dëshpërimit edhe neglizhencës që ka pas në këtë gjatë këtyre 10 ditëve. Se sa të lutet Allah na pranov për ne për ju. Do çka u pranu për këtina kur këto 10 ditë i ka kalu, do thot në shkujdesje, edhe në mëkat edhe në gjinohe ndaj Allahut subhanallahu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له. U pështrofa e njëri i cili hyn në Ramazani, muaj Ramazanit dhe kalon pa ju falë atina mëkat. Për këtë arsye, muslimani nëse dëshiron që në ditën e Bajramit mi uru tjerët, edhe tjerët mi uru këtina për muslimanëve, që Allah subhanahu taala më ia pranu veprat. Pi ti dhe pi tjerëve, ata le të përgatitet për këtë ditë. Po le të mundohet që këto 10 ditë të mbush me adhurime. Do që këto 10 ditë të mbush me vepra me cilat afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Po le të mundohet, le të jap mundimin e tij, maksimumin e tij. Që të realizoj shpërblimin edhe vlerën e këtyre 10 ditë ashtu që e don Allahu subhanahu wa taala. Atëherë muslimani do të gëzohet ditës Bajramit. Atëherë i gëzohet ardhjes ditës Bajramit. Do thotë që aty do të mu lut për vetë edhe për tjerë që Allah subhanahu wa taala më ia pranoi veprat. Mirë po ai i cili do thotë i ka kalu këto ditë gjinohen mëkate, edhe do thotë i zhytur në këto gjinohe larg adhurimeve dhe bindjeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë pse ti gëzohet këtë ditës Bajramit? Për çka më gëzoj? Po muslimani do të kushtoj kujdes pa këtij aspektit edhe realizimit të vlerës ose kohës vlerës së kohës gjatë këtyre 10 ditëve.